Situatën të rrënd, për që për ekonomike është kjo që është në farë mënyrë. I herë i kohë këtu blete gjysma Tiranës. Ta shi e shifti vetë që është bosh. Edhe unë kam frikë që do të bjeri fare. Me thënë drejtën. Për sa kohë ekonominë e kontrollojnë 4-5 dorë. Hyrje dalje këtu nga gjithë bizneset janë po grosistët, si që po marrin çdo gjë, do e marrin edhe këtu. E njëjta gjë që thamë për tregje tjera, e njëjta gjë ndodh. Natyra e tregut ka, natyra e biznesit është kjo. Ishin të vegjël, po bëhen më të vegjël, po zhduken fare. Ato që ishin të mëdhenj, po bëhen më të mëdhenj. Kështu që sa kohë të jetë kjo qeverisje, nuk po them që e zgjidh kjo Shqipërinë. Do vi ditë edhe këtu pallate do bëhen, do të largohen. Po koncepti që ekonomia që e ndërtuar vetëm grumbullon ca dur, do të bjeri fukarallik. Ky është koncepti jon. Kjo është baza mbi cilën ne mendojmë që në ekonomi duhet përfshit gjithë, jo me i përzën gjithë. Kjo është. Pastaj fushata është një gjë normale, ne po i takojmë, do shkojmë me i taku, nuk është se ja ndrojmë situatën, por të paktën ja bëjmë qartë qytetarëve idetë tona që kemi ne për ekonominë. Kjo punë nuk vazhdon më. Edhe këto sado që të sforcohen, këtu pa të shikosh punojnë thjesht familjar, ndryshe këto lloj biznesesh nuk mbahen. Kështu që kjo nuk është se krijon më punë, siç ishte edhe shprehja si herë. Se ka pas prej këtyre që e filluan të vegjël edhe janë rrit. Këto që kanë tepru, jo që janë të vegjël më, po do bëhen dhe më të vegjël deri kur të ikin fare. Kjo është edhe trishtueshme për një qytet. Se i qytet i madh si Tirana ka nevojë të shpërndahet pasuria. Nuk mund të marrin vetëm 10 veta, 20 veta që do bëjnë këto pallatet. Nuk jemi kundër këtyre. Por nuk mund t'i marrin vetëm i grush njerëzish. Ky është realiteti që kërkojmë të ndryshojmë. Pastaj po e kuptuan, mirë. Ndryshim do me thënë voton ndryshe, voton njerëz ndryshe, votoj ide ndryshe. Se ndryshimi nuk mund të jetë po të njëjtat. Ky është realiteti, prandaj ne i ftojmë, votojnë nëntën, jo se do i bëjmë mbregulli, po të paktën një pjesë të hallëve shqiptarëve i dalim për Zot. Ky është mesazhi jon për qytetarët e Tiranës, së gjithë Shqipërisë. Unë besoj ky realitet, para javë që në Elbasan kjo gjë ishte. Sot po hiki për Shkodër, po atje do shkoj, jam i sigurt që do jetë më i trishtueshëm se kjo e Tiranës. Këtu kanë tepruar ca klientë, a ne s'ka fare. Kjo është realiteti, ta thash, po deshe me ndryshu, duhet me pas kurajën, me votu ndryshe. Po shku unë për inerci kjo rrugica do mbaroj ditë. Faleminderit. Zoti Ali Bej, në një pyetje për ju, si e komentoni kontratën $6 milion të Partisë Demokratike për lobim SBA? Para e madhe. Sigurisht të flasësh për një para kaq të madhe në mes të fushatës, me idenë që po përfaqëson një popull të varfër, ka një kontradikt të madhe. Sigurisht e drejta atyre që kanë hedhur këto para apo që kërkojnë shërbimin e tyre, por ka përshtypjen që çështjet e financimeve të huaja apo financimeve nga palët e treta është një nga çështjet të cilat do duhet të adresohet dikur në kodin zgjedhor. Me sa duket, ky do të jetë rasti që të puntohet përsëri te kjo çështje. Gjithsesi, ndërsa kohë që me sa duket prokuroria ka nisur verifikimet, e udhës është flitet t'i lihet asaj se të vendos për saktësinë apo korrektesën ligjore. E fundit që duhet të thënë është me para nuk mund blihet morali politik. Kjo është një gjë që duhet injektuar te njerëzit, siç kemi bërë ne, pa asnjë lloj financimi, madje edhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, por në kontakte drejt për drejt me njerëzit.
kaloj.